Kandidati për deputet i PD për qarkun Shkodër Tet Kopliku zhvilloi një takim me banorët e zonës së Zdarales duke kërkuar mbështetjen e tyre. Kandidati Kopliku tha se programi i PD është në shërbim të qytetarëve. Programin PD-ja tenton me zhduk shtresën e varfën krejt, sepse këta kanë çu deri në pikë mjerimit, sa që bonusin që unë e quaj bonus të mjerimit, ti duhesh me falendëru qeverinë, por ajo ka çu në mënyrë të tillë në varfëni se s'ka dhunë më të madhe se sa varfënia. Tashti çështja është që duhet mundën shukja gjë. Po Partinë Demokratike kjo s'ka me null kurr. Ai ka vrojnë nervin, pra më thonë ama këtu s'ndryshon asison, këtu s'bëhet asison. Bo me marrë këta pushtetin edhe 4 vite, dhe më thënë, s'ka me të kam shqiptarit më në tokë. Politikë njerëzore, me e ditë cila probleme kanë e aksesueshme. Deputeti duhet me kanë një përfaqësues i thjeshtë, i aksesueshëm. Sa të ka arrit me pas frikë me lloj mendimin tonë politik, po kena kanë 45 vjet në atë sistem. Në këtë takim Koplikun e shoqëroi edhe kandidati tjetër i PD Kliti Hoti, i cili tha se si përfaqësues në parlament do të jetë sa më afër qytetarëve. E rëndësishme është me kuptu njëri tjetrin, edhe nëse nuk kuptojmë hallet dhe problemet e njëri tjetrin, ka me kanë shumë më thjesht edhe për ne nesër mas nesër me kanë zoni juj. Unë e kam bërë një farë mënyrë të këtë pjesën e kontaktit me njerëzit edhe me kuptu hallet e njerëzve. Banorët e Zdarales i dhanë mbështetjen e tyre kandidatit demokrat Tet Kopliku për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Po them inshallah gëzën e ta prim Zoti më. Ka çdinë të thënë. Klum goja. Inshallah fitojmë tonë bosh sepse i meriton të gjitha anët, si nga nëna, si nga baba, është ndërsa gjithmonë me pas të cilësinë. Për ju nuk bëhet fjalë se kush jeni. Ne kena shpresë që ju të marrni ushtërinë me veti. Kandidati Tet Kopliku do të vijojë fushatën intensive për të marrë mbështetjen e banorëve të qarkut Shkodër për zgjedhjet e 11 majit.